Selam aleikum, deshta me knu rukje. A lypin shumë më të mëdha parash? Se më lypin, s'po di a janë me besu. Aleikum selam rahmetullah. Gjëja parë, po të hap një këshill, mos e bëni meselën e rukjes si me shku në kafe, hajtë pe pini kafe. Edhe ta provoj. Jo veç deshta me provua kam në sen. Ose me në internet dhe një ngu dë ligjërata simptomat e smujës, e magjisë, e mësyshit. Pastaj e kanë bën do video ku knohet aty Kur'an edhe thojnë nga e këtë pjesë Kur'anit nëse ki dridhje qështu, ki qashtu. Nëse ki lëvizje trupit kështu, nëse ki mendime kështu, e ki këtë problem. Edhe pastaj hyn njerëzit edhe banu vezvese. Hiq pa pas diçka të thonë që po mdridhet dora, që po mdridhet dora. Hiq pa ju dridh dora. Dora s'ka kur gjatë, dhe ti ju ka kriju këto. Prandaj, nëse s'ki kur gjatë, mos thuja hajtë pe provoj, veç ta shoh, dhe ku marrë veç me provu. Jo pra, s'ka nevoj me këso gjana me tu, me këso vezvese. Jo. A marrin shumë. Qa të thamë për këtë mesele, këm fol, nuk po du me përsërit, çdo sa në ka kufinin e vetë. Nëse merë, marana asaj të arsyeshme që ka humbaj kohën e tjerë, ta shumë mës të venë shifra, po sa merë një mjek, një 20-30 euro. E tash, ma shumë, Allah 400-500 euro jo. Po t'i fry 20 shishe uj, mi jep 400 euro. Kja nuk shkrum kërkon. Po qka 20 shishe uj? Fryja një shishe uj. Kushtan 50 cent, 1 euro. Merë edhe 20 euro, hajde që une, pimeje i ki. Halal. 400 euro? Jo, po du të një pi këto për 40 dit. Pse për 40 dit? Ku shkru në argumentin që duhet për 40 dit? Pastaj ju që, po e shifni këtë video, nëse i thirni, apo vjen ti në Gjermani, une ta paguj ty me hotele, me aeroplane, me një javë dit me nejtë. Vallaj, tani paguja. Po mos menoni pse po vjen aja tja dhe tasha i ka me bo, namin ka me bo. Rukja është një analizë të cilën e bën rukjegjiu, me lejet Allahut azza wa jall, lexon Kur'an, pastaj ti ngon këshillat e hoxhës, dush migra vet ibadeteve, adhurimeve, me largu të keqen, me lejet Allahut azza wa jall, Allah me ta largu përmes ibadeteve. Hoxha pse të vjen në Gjermani, në Zvicër, mos keq kuptohemi tash se s'du të bëmu në armiki stakrulla i rukjeve, po armiki keq kuptimit të rukjeve. Edhe duke mos ia dhënë hakun asaj vepre, po duke e tepru. Kujdes.